A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet tona të shumta dhe sinqerta çdo herë ja shprehim vetëm Allahut xhalla shanuhu, i cili na ka krijuar në formën më të mirë dhe na ka bërë prej besimtarëve. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa si besimtar që jemi, përshëndetjet tona me salavate dhe selame, ja dërgojmë zotëriut tonë Muhammedit alayhi salatu vesselam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre besimtarë dhe besimtare që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues të televizionit Topoja, së pari ju përshëndesim me përshëndetjen islame dhe me përshëndetjen e xhenetive që Zoti i plotfuqishëm ka zgjedhur për ne si besimtarë në këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe duke lutur Zotin e plotfuqishëm që secilit prej nesh të na pranoje dhe të na lehtësoje agjerimin dhe të gjitha ibadetet e tjera. Dha Zoti xhelle shanhu që neve të na pranoje punët e mira e të na i falë mëkatet dhe gabimet tona në përgjithësi. Me qenë se jemi në përfundim të muajit të madhrishëm të Ramazanit, konkretisht në 10 ditëshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe ky 10 ditësh i fundit i muajit të bekuar të Ramazanit në literaturën islame edhe konsiderohet sikur ajka e këtij muaji të bekuar për vetë ndodhive të shumta të cilat gjenden në këtë 10 ditësh të fundit, e për mirësitë e këtij 10 ditësh të fundit kujtoj që edhe fendilerët tjerë do të pasqyrojnë ligjërata të ndryshme me karakter të përgjithshëm rreth vlerës dhe rëndësisë së këtyre ditëve. Mirë po, vlen të theksohet fakti se pikërisht në këto 10 ditësh të fundit ndodhet edhe njëra prej evenimenteve ose ngjarjeve më madhështore që kanë ndodhur në gjatë misionit të pejgamberit alayhi salatu vesselam që përkon me çlirimin e Mekës. Prandaj, edhe neve do të mundohemi që shkurtimisht të flasim rreth çlirimit të Mekës dhe disa prej urtësive të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Derisa jemi në këtë temë, e shoh të udhës të tërheqni paralele rreth aktiviteteve të shumta të pejgamberit alayhi salatu vesselam gjatë qëndrimit të tij në Medinë. Domethënë, prej periudhës kur bëri migrimin prej Mekës në Medinë, prej punëve të para që ndërmori pejgamberi alayhi salatu vesselam, ishte që çfarë bëri? I zgjidhi mosmarrveshjet e shumta në mes fisëve të atëhershme që ishin fisë kryesore në Mekë, Evz dhe Hazreq, që kishin konfliktet e shumta, e pejgamberi alayhi salatu vesselam këtu shihet urtësia e tij që në rrafshin njerëzor i zgjidhi mosmarrveshjet e këtyre, që jep me kuptue se nuk ishte qëllimi i pejgamberit alayhi salatu vesselam vetëm që të mirret me çështjet e fesë ose me çështjet e ibadetit, sepse prej çështjeve të fesë, me ardhjen e tij në Medinë, atëherës me formimin e shtetit islam, sikur u bë imperativ ose domosdoshmëri që një shtet për të funksionuar më së miri në të gjitha dikasteret e tij, kërkon që edhe në rrafshin njerëzor pejgamberi alayhi salatu vesselam të ketë angazhime të shumta. Dhe këtu arriti të shuajë të gjitha ato mosmarrveshjet. Dhe jo vetëm kaq, por çfarë bëri? Prej hapave të parë bëri edhe pajtimin ose vllazërimin, më mirë më thonë, në mes të kujt? Në mes të ensarëve që ishin nikoqir ose që ishin mikpritës dhe muhaxhirëve që janë shpërngulur prej Mekës në Medinë. Dhe ky vllazërim është shembull dhe do të jetë shembull i jashtëzakonshëm deri në ditën e Kiametit, dhe lirisht mund të themi se rastet e këtilla është vështirë të ndodhin, sepse të vllazërohen, po themi kushtimisht, dy popuj me kultura dhe civilizime të ndryshme, edhe pse realisht nuk ishin të afërm njëri me tjetrin për shkak të gjakut ose për shkak të afërsive të tjera, por me një ideal të vetëm rreth besimit dhe njëshmërisë së Zotit të plotfuqishëm, dhe këta arritën falë asaj që Zoti xhelle shanhu thot innamal mu'minuna ikhwa. Dhe jo vetëm kaq, por pejgamberi alayhi salatu vesselam prej hapave të parë që ndërmori gjatë qëndrimit të tij në Medinë, e hartoi kartën e Medinës ose kushtetutën e parë në historinë e njerëzimit, që kjo kushtetut
Jo vetëm që mbetet kushtetuta e parë në historinë e njerëzimit, por kjo tregon edhe për kushtimin e pejgamberit alayhi salatu vesselam ndaj ndërtimit dhe funksionalizimit të shtetit me të gjitha parametrat që i ka një shtet. Sepse pikërisht në këtë kartë, pejgamberi alayhi salatu vesselam si udhëheqës i shtetit islam në Medinë ndërmori disa hapa në mes kësaj karte dhe jo vetëm, por edhe çfarë ndërmori, sepse pikërisht kjo kartë ose kjo kushtetutë që përbëhej prej 52 neneve, 25 prej tyre kishin të bënin me të drejtën e besimtarëve në shtetin islam, ndërsa 27 prej tyre kishin të bënin me të drejtat e besimeve të tjera. Dhe jo vetëm ehlil kitab ose të krishterët dhe hebrejnët që kishin të drejta, por pejgamberi alayhi salatu vesselam siguroi se shteti islam ka përgjegjësi të njëjta jo vetëm ndaj besimtarëve dhe njerëzve që janë ehlil kitab, por ka përgjegjësi edhe ndaj njerëzve të cilët ndoshta në besim ishin idhujtar. Dhe pikërisht ndodhen viti i 2 hijri kur Zoti i plotfuqishëm obligon agjerimin dhe në të njëjtën kohë edhe ju lejon edhe luftën besimtarëve kur ata sulmohen, siç ndodhi edhe rasti im me betejën e Bedrit, që është njëra prej fitoreve të mëdha të Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe të muslimanëve, e që pikërisht ky eveniment ose kjo ngjarje madhështore përkon me muajin e bekuar të Ramazanit, sikundër asaj që përkon me muajin e bekuar të Ramazanit edhe çlirimi i Mekës. Pastaj ndodhi betejë e Uhudit, Hendeku dhe disa aktivitete të tjera. Kështu që momenti që neve do të fokusohemi ka të bëjë me një aspekt të vitit të 6 hijri. Kur pejgamberi alayhi salatu vesselam bëri rreth 6 vite të qëndrimit të tij në Mekë, atëherë pikërisht në vitin e 6 hijri pejgamberi alayhi salatu vesselam ndërmori një iniciativë. Çfarë iniciativë? Iniciativë tërësisht paqësore, që jep me kuptuar se pejgamberi alayhi salatu vesselam gjatë gjithë misionit të tij, pavarësisht ciencial të tjerit, ky kishte para vetes misionin që të përhape paqë, të përhape respekt, të përhape dashurinë mes njerëzve në përgjithësi. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në vitin e 6 hijri, në bazë të disa të dhënave. Kur jemi në këtë drejtim, do të përmendi një fakt se materiali që ne do të themi për disa minuta është një material mjaft i gjerë në literaturën islame. Prandaj nuk mund të përshkruhet një ngjarje kaq e madhe dhe kaq madhështore, që ka shumë argumente nga Kurani dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe kjo çështje është diskutuar jo vetëm nga historianët islam, por edhe nga jo islam, dhe jo vetëm nga këndi historisë islame, por edhe shumë dietarë dhe mendimtarë të ndritur islame kanë shkruar për aktivitetet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Prandaj, ajo që do të përmendim ne, kujtoj që secili prej nesh ndoshta edhe mund të kemi lexuar, por është njëra prej rivajeteve që haset në literaturën islame, pa i mohue edhe rivajetet e tjera që përshkruhen për ngjarjen e fjalë. Kështu që pejgamberi alayhi salatu vesselam me rreth 1400 apo rreth 1500 besimtar u përgatit paqësisht për ta marrë rrugën për në Mekë. Për çfarë qëllimi ose çfarë ideali? E morë qëllimin dhe niyetin për të shkuar dhe për ta kryer umrën. Shkurtimisht, umrja është një ibadet dispozita e të cilit është sunet i fortë që kryhet vizita në vendet e shenjta, konkretisht në Qabe, jashtë kohës së haxhillekut. Prandaj pejgamberi alayhi salatu vesselam me këtë ushtri marshoi rrugën dhe me vete kur erdhën në vendin e quajtur Dhul Hulejfe. Haxhinjet e din, është vendi që quhet në terminologjinë islame mikati ose mikati i njerëzve të Medinës që synojnë Mekën, pikërisht në këtë vendin e quajtur Dhul Hulejfe. Aty pejgamberi alayhi salatu vesselam së bashku me besimtarët e tjerë u pastruan, u veshën me ihram dhe falen 2 rekat dhe bën niyetin për umre. Dhe vazhduan rrugën. Dhe elementi tjetër që vlen të potencohet në këtë drejtim është pikërisht se pejgamberi alayhi salatu vesselam me vete morri edhe rreth 70 deve që t'i flijojnë ose të bëjnë kurban për hir të Zotit. Dhe kjo kryekut dëshmon se qëllimi dhe misioni i pejgamberit alayhi salatu vesselam ishte që ta kryen umra dhe nuk ishte qëllim armiqësie me Kurejshet, edhe pse para një kohe këta kanë pas edhe konfliktet për cilat shkurtimisht edhe i përmendëm. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam vazhdoi rrugën deri ku? Deri në Asfahan të Hudejbis. Vendi i quajtur që është rreth 80 kilometra
larg Mekës. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam sikur u vendos. Mirë po, për këtë ngjarje, përshkruan në literaturën islame në mesin atyre edhe njëri prej mendimtarëve, shqiptarëve Ebi Selemon Gavoçi, Zoti Gjeleshanhu e pas të mëshirue, i cili thotë se mushrikat Kurejsh kur kanë marrë vesh janë informuar për iniciativën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Kanë përgatit 200 kalorës me në krye me Halit ibn Velidin dhe janë takuar në vendin e quajtur Asfahan. Ndërsa muslimanët duke i pasur parasysh në krye me pejgamberin alayhi salatu vesselam kujtimet e freskëta rreth shkatësisë së Halit ibn Velidit, sikur i ndërmorën disa preventive me qëllim që të mos konfliktohen me këtë, por gjithmonë edhe duke pas parasysh që mos po sulmohen në prapavi ose pas shpinës. Dhe këtu përmendet se pejgamberi alayhi salatu vesselam se bashku me besimtarët, çfarë ndërmori? Ndërmori atë që e fali namazin e frikës, që është një namaz specifik. Disa falen, disa veshgojnë iniciativat e armikut në përgjithësi. Dhe derisa pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte gjatë qëndrimit të tij, vazhdoi rrugën pikërisht në Hudejbije, ku edhe aty kishte puse dhe u vendos rreth një pusi që pusi ishte i nevojshëm sepse dihet se shkretina e bënte veten. Dhe këtu përmendet se pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka treguar njërin prej mrekullive të tij që një pus realisht ishte i vogël, megjithatë pejgamberi alayhi salatu vesselam bani një gest që ati pusi ju shumëfishue ujë që ishte i nevojshëm për nevojat e besimtarëve. Kështu që mushriket Kurejsh, ngjarja është mjaft e gjatë për të mundohemi që ta shkurtojmë, dërguan Budelin nga fisi Huza, personalitet që erdhi te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe u informua për qëllimin. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu vesselam tregoi se qëllimi nuk është për ndonjë luftë ose ndonjë invazion të mundshëm rreth Mekës. Vetëm ekskluzivikisht kanë ardhur për ta kryer umrën. Mirë po, megjithatë nuk pati sukses, nuk u bindën. Vlet të theksohet fakti se Kurejshet me të drejtën e tyre morale që ishin për kujdesësit e Qabës, e kishin të drejtë që çdo kush që synonte Qabën, pavarësisht nga ishte, nuk kishin të drejtë me ndaluar. Dhe këta e bën një gjest jo të mirë, sepse edhe pse këta kishin të garantuar që çdo kush që synonte Qabën për tavaf, sepse edhe në kohën e xahilietit Qabja u vizitoke dhe u bëntin ritualet e zakonshme, megjithatë këta sikur u bën të veçantë me Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe muslimanët dhe nuk i lejuan. Atëherë pejgamberi alayhi salatu vesselam pas shumë përpjekjeve sikur e dërgoi Uthmanin radiallahu ta'ala anhu. Fillim insistoi te Omeri radiallahu anhu u arsyetua duke thënë ja Resulullah, nuk kom të afërt te mi dhe ata kanë armiqsinë dhe mesh dhe Osmani është një njerëz që ka një ndikim në Mekë dhe ka të afërm të tij. Kështu që kur shkoi Uthmani radiallahu ta'ala anhu, prej asaj që përshkruan në literaturë, në disa rivajete e pritën mirë, në disa jo, dhe thuhet se Osmanit ja kanë ofruar edhe mundësinë, ka thonë, bëni ti tavafin dhe ktheu. Hazreti Osmani radiallahu ta'ala anhu ka thënë, nuk bëj unë asgjë pa bën se pari pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ktu shihet respekti që kanë pas sahabët ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërkohë që gjatë kësaj kohe, derisa muslimanët ishin në Hudejbije, u përhap lajmi se Uthmani radiallahu anhu është vrarë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam me të drejtë u revoltue shumë dhe sahabët po ashtu, sepse qëllimi i tyre ishte paqësor ndërsa ata janë hakmar. Dhe çfarë ndodhi? Atëherë ndodhi edhe beslidhja Ridvan, për të cilën Zoti Gjeleshanu përmendën në Kur'an se pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu ka marrë një zotim të jashtëzakonshëm. Nga kush? Nga këta njerëz të besueshëm. Nga këta njerëz me cilësi të jashtëzakonshme që 1400 apo 1500 sa ishin, të gjithë janë besatuar para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, që janë në gjendje me flijue edhe veten e tyre, vetëm e vetëm derisa të ketë edhe penalizim për ata që shkaktuan vrasjen e Osmanit. Dhe Zoti Gjeleshanhu rastësisht e përmend në surën Feth kur thot: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Që do të thënë, vërtet Allahu Gjeleshanhu është i kënaqur shumë me kënd me ata besimtarë që në hijen asaj pemë ose ati druri të zotoheshin ty për një besatim të thellë, sepse ai Allahu Gjeleshanu e dinte se çfarë ka në brendësinë e tyre. Dhe Zoti Gjeleshanu urdhëroi qetësim dhe se shpejti këta besimtar i shpërblejnë krye me pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe me çlirimin e Hajberit. Më në fund
erdh momenti që Othmani radiallahu anhu kthehet shëndosh e mirë dhe pas disa iniciativave me në fund mushriket kur e shohin vendosmërinë e Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe të muslimanëve që këta kanë ardhur me një jetë të mirë për të kryer umra dhe nuk zbramsen, atëherë dërguan një personalitet të njohur të asaj kohe për mushriket Quraysh, Suhejl bin Amrin. Dhe kur e pa pejgamberi alayhi salatu vesselam këtë njeri, sikur edhe ju tha sahabëve, me të vërtet Mekasit duan paqe me ne sepse kanë dërguar këtë njeri. Dhe taborët e Suhejl ibn Amrit në njërin anë, Muhamedi alayhi salatu vesselam me sahabët eminent në anën tjetër. U takuan dhe ranë në ujdi. Edhe çfarë ujdie? Arritën marrëveshjen. A thua vallë, çfarë përmban kjo marrëveshje? Kjo marrëveshje përmban disa prej elementeve që tregojnë për cilësitë e jashtëzakonshme që ka pas pejgamberi alayhi salatu vesselam, që për të arritur paqen, pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte në gjendje që të bëj lëshime ose kompromise të jashtëzakonshme, që nuk i bën njeri me mendje të shëndosh. Kur e them këtë, do ta bazoj pikërisht në nenët e kësaj marrëveshje. Dhe çfarë kishte kjo marrëveshje prej shumë aspekteve që diskutonin, ishte se pika e parë e kësaj marrëveshje, muslimanët këtë vit duhet të kthehen në Mekë, në vërtet në Medinë, e vitin tjetër të vinë ta bëjnë tavaf Qabën dhe kanë të drejtë me qëndruar 3 ditë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam pranoi. Por synimi i pejgamberit alayhi salam ishte pikërisht neni i dytë. E neni i dytë çfarë ishte? Që muslimanët në krye Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe mushrikët Quraysh të arrinin paqe, të kenë një marrëveshje dhe të mos ketë konflikte për një periudhë 10 vjeçare. Këtë synon te pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe këtu shihet se të gjithë ata që mundohen ta identifikojnë pejgamberin alayhi salatu vesselam si njeri të luftës e kanë gabim. Sepse gjatë gjithë kohës, duke referuar edhe Kur'anit, Islami në tërësi edhe nga vetë emri që ka është paqe. Është shpëtim, është qetësi, është rahati dhe është harmoni me të gjithë njerëzit. Pika tjetër e kësaj marrëveshje ishte se, po që se dikush prej njerëzve të Mekës i bashkangjitet muslimanëve, muslimanët janë të obliguar me kthye. E po që se dikush prej muslimanëve ju bashkangjitet atyre të Mekës, s'ka nevojë me kthye. Çfarë tolerimi, çfarë aspekti pejgamberi alayhi salatu vesselam po bën. Sepse dinte që nuk ka musliman që bashkohet me jo besimtarët. Dhe pika tjetër ishte që çdo fis që dëshiron o bashkohet me Muhamedit alayhi salatu vesselam o bashkohet me mushriket Quraysh. Vlen të theksohet lëshimi, kompromisi që ka bërë pejgamberi alayhi salatu vesselam në fillim të kësaj marrëveshjes, kur shkruesi i kësaj marrëveshje ishte sahabiu ndershëm Aliu kerramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Zoti xheleshanhu e nderoft atë personalitet të jashtëzakonshëm. Dhe çfarë bëri? Si shkruesi i marrëveshjes. Në fillim pejgamberi alayhi salatu vesselam po i thot Aliut radiallahu anhu, shkruaje Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, mëshiruesit të përgjithshëm, mëshirplotit. Dhe ky Suhejli, ky që ishte në anën e mushrikëve, çfarë po bën? Po reagon, po i thot, jo, sepse Rahmani dhe Rahimi nuk ta njohim ty. E çfarë po kërkon? Po thot, me shkrue Bismikallahumme, që do me thënë në emrin tënd o Zoti ynë. Ali radiallahu anhu nuk po ndihet i kënaqur. Omeri nuk po ndihet i kënaqur. Sahabët tjerë eminent nuk po ndihen të kënaqur. Pse mos më shkruaj bismillahin komplet? Mirë po, këtu sikur është një rast i veçantë se sahabët krejt me një anë, pejgamberi alayhi salatu vesselam anën tjetër me qëndrime. Edhe pse ka pas pejgamberi alayhi salatu vesselam e respektonte gjithmonë parimin me shavirhum fil emër, që u konsultonte me ta në çështje të caktuara. Megjithatë, besimtarë të nderuar, teleshikues, do ta tërheqni paralelen këtë drejtim. Reagimi i sahabëve ishte me vend, sikur t'imagjinojmë, ne të ishim në atë kohë dhe ne do të reagonim. Pse mos më shkruaj bismillah, por më shkruaj bismikallahumme. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, shkruaje fshije bismillahirrahmanirrahim, shkruaj bismikallahumme. Edhe sahabët po reagojnë, por jo me reagua kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam, gjithmonë kanë ruajtur distancën. Shkruaj thotë çish po kërkon Suhejli. Pika tjetër që ishte mjaft kontestuese,
Kjo marrëveshje në nënshkruhet ose arrihet në mes të Muhamedit të dërguarit të Zotit dhe Suhejli ibn Amrit si përfaqësuesi mushrikëve ose i kureshitëve, atëherë ky Suhejli thot, nuk e pranoj unë këtë çështjen se je i dërguari i Zotit. Nuk kanë i dërguari i Zotit thot, na me të besuar me ty si luftoj. Pejgamberi alayhis salam, po thot fshinje këtë pjesën e dytë. E çysh? Thot shkruaje, kjo marrëveshje arrihet në mes të Muhamedit birit Abdullahut, që është përfaqësues i besimtarëve dhe Suhejl ibn Amrit në anën tjetër. Dhe u arrit kjo marrëveshje. Sahabët shumë të revoltuat. Pse janë në rrugë të drejtë dhe po duhet kaq kompromise me bën. Ama megjithatë, të nderuar teleshikues. Këtu shihet se pejgamberi alayhi salatu vesselam e tregoi atë aftësinë dhe diturinë dhe përkushtimin e tij për paqe dhe këtë nuk e ka arritur rastësisht. Sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam sikur për të ka mbështetje në Kur'an, edhe ku është argumenti kur thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Që ky i dërguar i Zotit nuk flet asgjë nga mendja e tij, por flet vetëm shpallje. Dhe pas këtyre bisedave pejgamberi alayhi salatu vesselam konsult me sahabët, ata shprehin revoltën e tyre, ja Resulullah, i dërguar i Zotit, ne jemi në rrugë të drejtë, ti je i dërguar i Zotit, të gjitha atributet e mira, pse me lëshue kaq pe? E pejgamberi alayhi salatu vesselam, çfarë ju tha në kundër përgjigje të kësaj? Ju tha, un jam pejgamber ose i dërguar i Allahut xhelle shanhu. Dhe nuk e kundërshtoj atë. Pra nuk e kundërshtoj urdhnin e Zotit, që jep me kuptues se këto frymëzime, këto urtësi, pejgamberi alayhis salam i ka marrë nga Zoti, sepse ai është ndihmësi im. Kur ju tha pejgamberi alayhis salam këtë citat, sikur sahabët u qetësuan dhe u rahatuan. Dhe u arrit kjo marrëveshje. Por çfarë ndodhi teleshikues të nderuar? Pikërisht në këtë moment erdhi një njeri me pranga dhe i raskapitur dhe i përsekutuar, emrin e të cilit e kishte Ebu Gjendeli. Sipas disa rivajeteve, ky Ebu Gjendeli ishte pikërisht djali i Suhejl ibn Amrit, që ky ka ardhur me pranue islamin dhe i është bashkuar muslimanëve, pikërisht në atë vend ku është arrit kjo marrëveshje. Dhe pejgamberi alayhis salam sikur në fillim tha, po bëjmë përjashtim, sepse marrëveshja akoma nuk ka filluar të implementohet në jetën e përditshme. Atëherë Suhejl ibn Amri tha, nuk ka përjashtim. Nëse nuk e kthejnë këto të na, se pika marrëveshja ishte me kthye, atëherë nuk arrihet marrëveshja, prishet marrëveshja. E pejgamberi alayhis salam si zbatuesi marrëveshjes, atëherë çfarë bëri? Tha, myshde Ebu Gjendel, bëhu i durueshëm, sepse Zoti i plotfuqishëm do të shpërbleje me shpërblimet e jashtëzakonshme në këtë dhe në botën tjetër, dhe dash Zoti xhelle shanhu që këtë do ta shohim prej besimtarëve pas një periudhe shumë të shkurtër. Kjo në përgjithësi ishte elementi asaj që kur arriti pejgamberi alayhis salam këtë marrëveshje, pati impakt të jashtëzakonshëm. Dhe duke u kthyer pejgamberi alayhis salam, sikur Zoti i plotfuqishëm e zbriti edhe surën El Fetih. Që ajeti i parë i saj thot Zoti xhelle shanhu, inna fatahna leke fethan mubina. Me të vërtet, Zoti xhelle shanhu ju ka dhënë një fitore të qetë, një fitore të sigurt. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam kur u komunikoi këtë lajm shokëve të tij. Shokët e tij thanë, o i dërguar i Zotit, çfarë të ka zbritur? Tha pejgamberi alayhis salam, me ka zbritur sonde një sure, e cila është më dashur për mua se sa dielli që lind këtë ditë. A thua është tha kjo fitoria? Pikërisht është kjo fitoria. Dhe pejgamberi alayhis salam pas kësaj vazhdoi aktivitetet e shumta në fisë të ndryshme arabe që dërgoi mesazhe që ta pranojnë islamin dhe ju dërgoi edhe perandorëve mbretërve të asaj kohe ftesë për islam. Dhe vjen momenti i çlirimit të Mekës, që do të kërkoj mirëkuptim prej jush, sepse tema është që thuajse nuk mund të arrijmë që sa më shkurt, sepse evenimenti është kaq i gjerë. Dhe pikërisht në vitin e 8 Hijri ndodhi ajo që është mrekulli, e që koincidon me atë se në pikë të marrëveshjes ishin që secili fis që u bashkonte me muslimanët ka të drejtën e tyre. Dhe nuk kanë të drejtë mushrikët Kurejsh më hakmar. Dy fise që jetonin në Mekë në asaj kohë, Huza dhe Beni Bekër. Huzaja ishte aleancë me muslimanët, Beni Bekër me mushrikët dhe me jo besimtarët. Për atë arsye fisi Beni Bekër sulmoi fisin Huza dhe
bëri mjaft viktima. Derisa këta u shtrëhuan në qabe që ishte ndaluar edhe konflikti. Informoi pejgamberi alayhis salatu vesselam për prishjen e një anshme të marrëveshjes së mushrikëve Quraysh. Dhe sikur ka thënë, me të vërtet ne kemi fituar. Këtu në literaturën islame përmenden disa aspekte diplomatike që kanë ndërmarrë mushrikët Quraysh se e panë që gabuan për ta riportëri marrëveshjen, por ishte e kot. Edhe Ebu Sufjani ndërmori një hap që të vinte edhe të takonte pejgamberin alayhis salatu vesselam, nuk u përfill, takonte Ebu Bekrin, Omerin dhe Aliun, nuk u përfill dhe u ktheu mbrapsht. Dhe pikërisht në vitin e 8 Hijri pejgamberi alayhis salatu vesselam u urdhëroi që muslimanët të mobilizohen me mobilizim të përgjithshëm, që në veten e tyre kishin rreth 10.000 ushtar. Pa e treguar qëllimin. Teleshikues të nderuar, këtu shihet se kjo marrëveshje që ishin 1400 persona apo 1500, brenda një periudhe të dytë arrin shifra më u shumë fishuar në 10.000. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam u përgatit që vërtet ta jetësoj atë që i ka thënë Zoti i plotfuqishëm, ne të dham ty një fitore të qetë dhe të sigurt. Pejgamberiku i pejgamberit alayhis salatu vesselam vërtetohet edhe këtu se dikush prej njerëzve të Medinës, kur mësoi për iniciativën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, sikur ia dha një të afërmit të tij një mesazh për para përgatitje. E pejgamberi alayhis salatu vesselam pa njoftuar askush, nuk ishte sigurime ose shërbime inteligjente dhe të gjitha ato, por informuan nga Zoti për qëllimin e tij dhe sikur e qitin e shesh, që është argument shtesë për pejgamberlikun e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam me këtu ushtri pasi organizoi në Ramazan të vitit të 8 Hijri jam mësyen në rrugës, ishin agjerueshëm por diku edhe ndërprej agjerimin për shkak se distanca e madhe në rrugë dhe arritën në vendin e quajtur Merru Dhahran. Dhe kur u sistemuan aty pejgamberi alayhis salatu vesselam gjatë kësaj rruge u takua me axhin e tij Abbas ibn Abdul Mutalibin që e kishte pranuar Islamin dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam u ngjizuar pa mas. Ndërkohë që aktivitetet e mëdha janë në këtë drejtim, pikërisht në këtë vend pejgamberi alayhis salatu vesselam urdhroi ushtrinë që të qetësohet, që të pushojnë, të ndezin zjarret dhe të ketë roje normal. Kur ndërkohë që mushrikët Quraysh në krye me Ebu Sufjanin marrin vesh për iniciativën e Muhamedit alayhis salatu vesselam dhe të muslimanëve dhe çfarë ndërmarrin? Ndërmarrin veshgime. Kur e sheh Ebu Sufjani një ushtri kaq të madhe në atë kohë thuaj se nuk kishte, befasohet. Dhe thot kush munden me qenë këta. Atëherës në kontakt, bjerë në kontakt, ngjarja është e gjatë, por do të mundohemi që ta rrumbullaksojmë në kontakt me axhin e pejgamberit alayhis salatu vesselam me Abbasin dhe informohet se kjo është ushtria e Muhamedit alayhis salatu vesselam. Dhe ky Abbasi ja bën një ofertë që ta merre me veti si dhe e kishte të drejtën, ja garantoi edhe jetën e tij që të kontakton me pejgamberin alayhis salatu vesselam. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi pikërisht që personaliteti më i dalluar i Mekës në atë kohë edhe çfarë të bënte? Ta pranonte Islamin, Ebu Sufjani. Dhe kur e pranoi Islamin, ky edhe kërkoi diçka dhe u informua për qëllimin e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam ia dha një benefit se ky do të ketë një privilegj. Pse? Të gjithë ata njerëzit që do të hyjnë në shtëpinë e Ebu Sufjanit do të jenë të amnestuar. Dhe kur ky shkoi në shtëpinë e tij, bashorti i tij Hind bin Utbe dhe njerëzit rreth tij e kundërshtuan më të madhe se si ka mundësi që personaliteti më i dalluar i Mekës dhe që ishte udhëheci ti nënshtrohej një njeriu. E ky arsyetoi me faktin se vërtet ne kemi qenë të paudhëzuar dhe me ardhin e Muhamedit alayhis salatu vesselam jam i udhëzuar dhe gjithë arsyetoi faktin se gjithë ky angazhim i tyre ishte kundër asaj që ka lejuar Zoti dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam. Por çfarë duhet të theksohet? Hyrja në Mekë pejgamberi alayhis salatu vesselam e bani në disa drejtime. Para se të hynte në Mekë i ka porosit enkas, komandantët që askush prej tyre të mos sulmoj. Bile përmendet se njeri prej muslimanëve ka thonë, tash në ka ardhur koha që ne të hakmerremi. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam sikur e zaventsoi prej detyrës dhe hyn paqësisht në Mekë dhe kur hyn në Mekë nuk kishte kurfar kundërshtimi ose nuk ishte kurfar konfrontimi me përjashtim të drejtimit të ushtrisë muslimane në krye me Halid ibn Velidin që ai pas marrëveshjes së Hudebis e pranoi Islamin. Dhe numri i të vrarëve ishte në disa rivajete 12 prej mushrikëve Quraysh, 3 prej muslimanëve. Që u ndesh me ushtrin Qurayshite me në krye me Ikrame ibn Abu Jahlin. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam këtu është poanta kryesore. Ky njeri që është përsekutuar, është ndeshkuar, janë shkatruar pronat e këtij dhe të muslimanëve. Është torturuar thjesht për 8 vite gjatë qëndrimit të tij në
Medinë dhe 13 në Mekë për 21 vite. Hyni paqësisht, hyri shumë i qetë, jo me mendje madhësi. Hyrja ati është element që vlen të diskutohet gjithmonë në mesin e besimtarëve. Sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam qëllimin e tij ishte ta çliroje Mekën dhe ta riktheje si në kohën e Ibrahimit alayhis salam që ishte inna awwal bayti wudi'a lin-nas, shtëpia xhamia e parë e ndërtuar për njerëz. Ta ktheje vendin më të qetë dhe më të sigurt në vendin që meriton ashtu siç ka dhënë Zoti xheleshanu dhe ta zhveshë atë vend prej idhujtarisë, ta zëvendësojë idhujtarinë me besim në Zotin xheleshanu. Dhe pikërisht pejgamberi alayhis salatu vesselam gjatë gjithë kësaj kohe e madhronte Zotin, e falënderonte Zotin që Zoti ja mundsoi me çliru Mekën dhe çfarë than mes tjerash Bismillahirrahmanirrahim kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Thuaj, është citat nga Zoti xheleshanu, erdhi e vërteta dhe kota u zhduk, pa fillim dhe ma nuk ka kthim në idhujtari. Pejgamberi alayhis salatu vesselam pi hapave që ndërmori ishte që i theu të gjitha ata idhuj që thuhet ishin rreth 360 idhuj. Dhe sikur e riktheu besimin në ose tauhidin në njëshmërinë e Zotit xheleshanu. E prej kukurin e zi dhe bëri tavaf Qabën dhe çfarë mes tjerash ndërmori pejgamberi alayhis salatu vesselam kërkoi qelsat e Qabës nga Uthman bin Talha që ishte përgjegjës. Sikur ai në fillim refuzoi, por më pas edhe pranoi mja dhënë qelsat. E pejgamberi alayhis salatu vesselam edhe Qabën e pastroi nga elementet e idhujtarisë dhe pasi e kreu këtë ceremoni ja dha Aliut radiallahu anhu qelsat, tha dorëzoja këtij personi. E ky sikur me revolt në fillim nuk dashti të pranojë ata qelsat, por Aliu arsyetua se ky është emanet nga kush? Nga Zoti. Kush është ai Zoti? Tha Zoti i plot fuqishëm neve na obligon që t'ja kthejmë emanetin personit përgjegjës. Dhe bëri që kjo urtësi Aliut radiallahu anhu dhe me këshillat e pejgamberit alayhis salatu vesselam që ky Uthman ibn Talha ta pranoi Islamin. Dhe sot i kësaj dite kjo familje me autoritetin që kanë janë përgjegjës të mirëmbajtjes së qelsave të Qabës. Pejgamberi alayhis salatu vesselam prej hapave të shumtë që ndërmori çfarë bëri? I amnestoi ose i fali të gjithë njerëzit. Ata që e kishin me kasit në atë kohë që ky do të hakmirrej pa mas, për shkak të atyre të shumtave të këqija që kanë ndërmarrë ndaj Muhamedit alayhis salatu vesselam dhe ndaj besimtarëve. Megjithatë, pejgamberi alayhis salatu vesselam i fali të gjithë. Kush hyn në Qabë është i sigurt, kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt, kush janë në shtëpitë e veta është i sigurt. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam prej aspekteve të shumta që bëri e urdhroi Bilal ibn Rabah ta thirrë ezanin mbi Qabë. Kur e thirri Bilal ibn Rabah me nizam madhëngjyes ezanin mbi Qabë, sikur sahabët u emocionuan, por në anën tjetër e shohim se disa prej mushrikëve Quraysh nuk ishin simpati se ky ishte një rop nga Abisinia ose Etiopia dhe ishte ropi Umeje bin Halefit, dhe sikur than e tillë qenë ka feja. Atëherë sikur Zoti i plotfuqishëm pejgamberit alayhis salatu vesselam tha, komunikoja u shpallje nga Zoti që ky ajet ka zbrit më herët, por që i është rikujtuar pejgamberit alayhis salatu vesselam kur thot ja ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Që do të thënë, o ju njerëz, pra citat fjalë e Zotit xheleshanu, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe prej një femre. Ju kemi bën fise e popit që të njiheni mes jush, por s'ka dyshim se më i miri prej jush kush është? Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri prej jush është ai që është më i devotshëm. Prandaj e tillë ishte feja që predikonte Muhamedi alayhis salatu vesselam. Pejgamberi alayhis salatu vesselam sikur pas kësaj i amnestoi të gjithë dhe grupe njerëzve në kodrën e Safas e dhanë betimin se do t'i besojnë Zotit, pejgamberit alayhis salatu vesselam dhe të gjitha elementeve të besimit dhe nuk do të kthehen në idhujtari. E në mes tjerash pejgamberi alayhis salatu vesselam çfarë bëri? E bëri edhe një hutbë të shkurtër që përmendet me këtë citat që do ta themi se pejgamberi alayhis salatu vesselam ia adresua: o ju njerëz, Allahu xheleshanu ja shpalli Mekën vend të shenjtë atë ditë kur i krijoi qiejt dhe tokën. Dhe do të jetë shenjtë deri në ditën e Kiametit, andaj askush që beson Zotin dhe ditën e Kiametit të mos mbyte njerijit, mos bëje çrregullime në këtë vend të shenjtë dhe të mos prite asgjë. Mirë po, gjatë kësaj kohe, pejgamberi alayhis salatu vesselam tregoi humanizmin e tij me faljen, sepse të gjithë i amnestoi me përjashtim të disa personave që me kalimin e kohës edhe ata i amnestoi. Por para se të arrijmë në fund, prej aspekteve që bëni pejgamberi alayhis salatu vesselam me Mekën që e çliroi. Kush? Ensarët, mikpritësit, njerëzit e Medinës, sikur këta në mes vete e diskutuan dhe
u mërzitën për çfarë arsye? U mërzitën a thua vallë, pejgamberi alayhi salatu vesselam që ka çliruar Mekën, mos po jetë këtu dhe neve po na kthen në shpinë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam kur informohet për shqetësimin e banorëve të Medinës, kërkoi ndjes. Mes tjerash thot çfarë diskutohet. Ata u arsyetuan se nuk diskutuan asgjë. Por pejgamberi alayhi salatu vesselam derisa u informuan nga Zoti për gjithë ato, çfarë ju tha? Tha, mos e dhash Zoti që unë të largohem prej jush. Jeta dhe vdekja ime janë të lidhura me ju. Sikur të banorët e Medinës u emocionuan kaq shumë se pejgamberi i Zotit xhaleshanhu me këtë tregon se çfarë respekti kishte ndaj Medinës. Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm që vazhdoi pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe ja përmendi të gjithë kontributin e banorëve të Medinës në të mirë të Islamit dhe të muslimanëve. Por pejgamberi alayhi salatu vesselam pas një qëndrimi disa ditor vazhdoi rrugën në Medinë dhe pikërisht pas 2 viteve e bëri haxhin lamtumirës. Dhe pas haxhit lamtumirës edhe ndroi jetë dhe sot e kësaj dite është i varrosur në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu vesselam në Medinë. Prandaj besimtarë të nderuar, teleshikues të nderuar, me këto emocione krejt në fund kërkoj mirëkuptimin tuaj. Por për kujtimi i çlirimit të Mekës është një ngjarje shumë më madhe se kaq. Është një ngjarje e cila para se gjithash për ne duhet të dëshmojë se muaji i Ramazanit është muaj i aktivitetit. Të gjitha fitoret e muslimanëve kanë ndodhur pikërisht në Ramazan. Ka zbrit Kur'ani në Ramazan, lufta e Bedrit dhe çlirimi i Mekës. Çlirimi i Mekës ka pas një efekt të jashtëzakonshëm, sepse pas 2 viteve kur e ka bën haxhin lamtumirës pejgamberi alayhi salatu vesselam ka bërë haxhin me rreth 120.000 vet. Edhe këtu shihet se Zoti xhaleshanhu ja ka mundsuar pejgamberit alayhi salatu vesselam për një periudhë kaq të shkurtër ta bëjë këtë revolucionin e çlirimit të Mekës pa kur farë pasoje. Dhe atëherë sot ky vend të kthehet dinitetshëm në atë që ka përcaktuar Zoti xhaleshanhu. Dhe për këtë arsye sipas disa mufesirëve pikërisht këtu edhe ka zbrit suretun Nasr, që Zoti xhaleshanhu thot idha jaa nasrullahi vel fath, me të vërtet erdhi ndihma e Zotit dhe çlirimi. Vërejtë nas yedkhuluna fi dinillahi afwaja. Dhe ti o Muhammed i paje njerëzit që po hyn grupe në fenë islame, sepse jo vetëm Mekja, por i tërë gadishulli arabik pranoi Islamin në përgjithësi. Me masovikisht, por me kalimin e kohës, Islami u përhap edhe në të gjithë globin. Fesebih bihamdi rabbike vestagfir, prandaj për hir të këtyre të mirave ti lartësoje Zotin xhaleshanhu, falendero Zotin xhaleshanhu dhe kërko falje dhe falendero Zotin e plotfuqishëm, se vërtet Zoti është ai që pranon pendimin. Megjithëse kjo sure sipas disa mufesirëve ka zbrit pikërisht pas haxhit lamtumirës. Çlirimi i Mekës besimtarë të nderuar, vënë pa mëshirën dhe rahmetin dhe sjelljet të jashtëzakonshme që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, që kur nuk ka qenë njeri hakmarrës dhe të gjitha këto çfarë i ka arrit. Pikërisht kur Zoti i plotfuqishëm në surën El-Anbiya i thot dhe ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Me të vërtet ti o Muhammed je mëshirë për të gjitha botrat, për botën bimore dhe për botën shtazore dhe për njerëzit në përgjithësi. Dhe jo rastësisht ka shumë thënie të pejgamberit alayhi salatu vesselam, që kur pejgamberi alayhi salatu vesselam është lutur nga besimtarët që ta lutet Zotin me ndeshkues të tjerë, çfarë ka thënë? Mund ka thënë Zoti si mëshirues dhe jo ndeshkues. Prandaj, për kujtimi i Mekës të shërbeje që me besim të sinqert, me punë të mira, me nijet të sinqert, edhe ne mund ta ndryshojmë gjendjen tonë për së miri. Prandaj pikërisht ne si besimtar në këto ditë të bekuara të këtij muaji ta lutim Zotin e plotfuqishëm që Zoti i plotfuqishëm na largojë të gjitha vështirësitë. Niyeti jon i pastërt, lutja jon e sinqert nuk do të refuzohet te Zoti i plotfuqishëm. Ta lutim Zotin e plotfuqishëm që të na bëjë prej atyre që mundohemi secili prej nesh ti materializojmë dhe ti jetësojmë të gjitha ato virtyte të çmueshme që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam.
sepse ato virtytet e çmueshme janë shembull laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju keni shembull të mrekullueshëm në pejgamberin alayhis salatu wasalam. Prandaj kërkoj ndjes për zgjatjen e kësaj ligjërate, megjithatë ky ishte një minimum i mundshëm, por megjithatë shpresoj që këto këshilla tona dhe plot e përplot këshilla tjera që hasim në literaturë islame të shërbejnë si përmirësues i gjendjes së zemrave tona në të mirë të islamit dhe të muslimanëve. Prandaj këtë ligjërat do ta mbyll me një citat të Ibn al-Qayyim al-Jawziyut rahimahullahu ta'ala, njëri prej dietarëve të mëdhej, kur e përshkruan aktivitetin e shumë të Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe të muslimanëve, na adresohet neve si besimtar me çfarë? Me një mesazh shumë të shkurtër dhe shumë të qartë. Dhe çfarë na thot? O ti me vullnet të dobët. Ky mesazh vlen për mua dhe për të gjithë të tjerët. Rruga të cilën ne e kemi para nesh është rrugë në të cilën është thënë Nuhi alayhis salam që ka thirr për rreth 950 vite. Është rrugë në të cilën është gjuajtur në zjarr Ibrahimi alayhis salam. Është rrugë në të cilën janë martirizuar dhe kanë rënë shahid shumë të dërguar të Zotit, mesin atyre Zekeria dhe Yahya alayhis salam. Dhe është rrugë që është përsekutuar dhe është maltretuar dhe është torturuar për rreth 23 vite. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e thotë në fund, ti po duhesh islam të kollajshëm dhe të lehtë që të vjen te kombët tua. Çlirimi i Mekës të shërbejë si reflektim. Nëse ne jemi të mirë, edhe Zoti do ta ndryshojë gjendjen tonë, dhe Zoti që na pranojë punët e mira, të na falë neve, të na mëshirojë neve, prindë tonë dhe të gjithë besimtarët, të na jepë një çlirim të mirëfillt nga kjo pandemi, të kthehemi jetës normale, e Zoti plot fuqishëm të jetë i kënaqur me punët që bëjmë ne, e në ditën e Kiametit Zotin e plot fuqishëm e lutim me plot mallëngjim, me plot sinqeritet, me plot besim, të na bëjë prej banorëve të Xhenetul Firdausit, së bashku me pejgamberin alayhis salatu wasalam, pejgamberët e tjerë, njerëzit e mrirë, dëshmorët dhe të gjithë njerëzit e tjerë. Veselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.